Për të tretën herë me radhë, të martën për çështjen e presidentit u takuan Albin Kurti dhe Lumir Abdigjiku. Kryeministri i Kosovës dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës tentuan që këtë takim ta mbajnë larg syrit të gazetarëve. Me hapat të shpejt, megjithatë Kurti pas takimit tha se ishte konstruktiv, ani pse një dakordim nuk pati. Takimi shkoi në atmosferë konstruktive, mirë po kur ka diçka të re, do t'ju njoftoj. Ndryshe nga Kurti, Abdigjiku nuk u pa, por ai shpejt e mblodhi grupin parlamentar të partisë të cilin e drejton. Por deputetët e LDK-s nuk treguan nëse kanë vot për apo jo për ish bashkëpartiakën e tyre Vjosa Osmanin. Jo, s'kemi diskutuar për emrat veçantë, por zgjidhjen e parim do të bisedojmë sot. Do diskutojmë, do bëjmë debat edhe do marrim vendimet e duhura. Pas mbledhjes e cila zgjati pak më shumë se 2 orë, deputeti i LDK-s Besjam Mustafa tha se ende nuk ka një marrëveshje politike. Ai tha se LDK ka ofruar 2 opsione për zgjedhjen e çështjes së presidentit. Po marrëveshje politike për dallim nga konsensusi i gjerë, nëse ke konsensus të gjerë, të gjitha partitë politike parlamentare pajtohen fillimisht në parime, se mbi cilat duhet të ndërtohet presidenca e ardhshme, pastaj kriteret mbi cilat diskutohen emrat e veçantë dhe në fund diskutohet emrat e veçantë dhe pajtohen gjitha partitë politike në një emër të veçantë. Megjithatë ai ka vlerësuar se ende nuk mund të ketë shmangje të zgjedhjeve. Qëndrimi i përbashkët, mendimi i përbashkët është që zgjedhjet janë të evitueshme, të shmangshme, të panevojshme në këtë fazë të Republikës sonë. Ndërkohë Mustafa u pyet nga gazetarët nëse do të përkrahte Gleu Konjucën për postin e presidentit, por hezitoi të përgjigjet pasi sipas tij nuk është propozuar nga lëvizja vetëvendosje. Po flas zyrtarisht, nuk ka një propozim, propozim konsiderohet kur ke 31 shkrime në Kuvendin e Kosovës, deri tash nuk kemi asnjë propozim zyrtar formal për asnjë emër. 5 marsi është dita fundit kur deputetët e Kuvendit të Kosovës duhet ta zgjedhin presidentin.